Përshëndetje shikues të nderuar, janë orët e fundit të ditës së sotme të cilat do të përcaktojnë nëse vendi do ta ketë një president të ri apo do të shkohet në zgjedhje të reja për shkak se nuk do të kemi presidentin e radhës pas një muaji, pra pikërisht sot një muaj presidentes aktuale Vjosa Osmani i s'ka dhënë mandati dhe sipas kushtetutës sot është dita e fundit kur vendi do të zgjedh presidentin apo presidenten e re të vendit. Partitë politike edhe gjatë ditës së sotme janë takuar grupet parlamentare duke tentuar që të gjejnë një zgjidhje dhe një emër konsensual, ndonse ende nuk ka emra të veçantë të cilët janë propozuar zyrtarisht, ndonse janë përfolur shumë që mund të jetë Andin Hoti nga Lëvizja Vetëvendosje e po ashtu dhe Justina Pula Shiroka, ish deputete e PDK-s, ish ministre, po ashtu nga PDK vite me parë, aktualisht kryetare e Ashakut. Për këto dhe çështjet e tjera do të flasim vetëm pas pak me opinionisin Arlind Imeri, por së pari ju ftoj që të ndiqni lajmet kryesore të ditës. Kanë mbetur orët e fundit kur Kosova duhet ta zgjedh presidentin, një muaj para se të skadojë mandati presidentes aktuale, por partitë politike ende nuk kanë gjetur konsensues për pasardhësin e presidentes Vjosa Osmani. Mirë, po Kosova nuk shkon automatikisht në zgjedhje të parakohshme nëse nuk zgjidhet presidenti deri më datën 5 mars. Kështu thot ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Ai thot se procedura për zgjedhjen e presidentit konsiderohet e nisur vetëm në rand të ditës të seancës së kuvendit, vendosën së paku 2 kandidatë të propozuar me nënshkrime. Sipas tij, vetëm nga ky moment fillon të rrjedh afati 60 ditor, brenda të cilit duhet të zgjidhet presidenti. E tek nëse brenda këtij afati nuk arrihet të votohet i pari i vendit, atëherë vendi shkon automatikisht në zgjedhje. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Mërgim Lushtaku, tha se me kjo çardhje po vëzhgon drejtimin e vendit rizgjedhjeve të reja, duke kritikuar shumicën parlamentare dhe mënyrën se si po menaxhohet procesi i zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Ne respektojmë çdo familje të respektuar, edhe Andinin që kam pas edhe koleg, por besoj që dihet se ai është vatërs i partisë në pushtet, dhe sigurisht që derisa është në vetëvendosje, ne nuk kemi votë. Ne sigurisht që nuk do të qëndrojmë në sallë. Partia Demokratike e Kosovës ka treguar që është e gatshme me dhënë emrin, po se ka marrëveshje për qëndrimin dhe për marrëveshje politike fare të njëjtë. Deputeti i grupit parlamentar të PDK-s Eman Rahmani ka thënë se me lëvizjet e fundit Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje synojnë eliminimin politik të presidentes Vjosa Osmani. Ish deputeti i Vetëvendosjes ka akuzuar partinë në pushtet se po bën çarësie përjashtuese ndaj çdo partie opozitare. Sipas tij, Kosova është në rrezik serioz për të përfunduar në diktaturë. Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje synojnë eliminimin politik të presidentes Vjosa Osmani dhe mbajnë çarësie përjashtuese ndaj çdo partie opozitare. Vendi, shoqëria dhe demokracia janë në rrezik serioz. Sot kemi vetëm 2 rrugë. Ose shkojmë në zgjedhje të reja dhe ja kthejmë vendimin qytetarit, ose heshtim dhe lejojmë që vendi të rrëshas drejt një autoritarizimi të plot, me prirje drejt një diktature, ka shkruar Rahmani në Facebook. Ministri i Brendshëm, Xhelal Sfeqla, ka bërë thirrje që faktori ndërkombëtar të ketë vëmendjen e plotë të deklaratat kërcënuese të ish drejtorit të shërbimit inteligent serb, Aleksandar Vulin, ndaj Kosovës dhe të liderëve të saj. Kjo deklaratë përbën një precedent të rrezikshëm dhe një kërcënim të drejtë për drejtë ndaj Kosovës dhe kryeministrit Albin Kurti. Përveç lidhjeve të dokumentuara me Rusinë, Vulin njihet gjithsesi si zë artikulues i qëndrimeve të presidentit Aleksandar Vučić.
Institucionet e Kosovës në nivel të lartë profesionalizmi po e përmbushin mandatin e tyre kushtetues dhe ligjor. Ato janë të gatshme të përballen me çdo lloj kërcënimi në mënyrë profesionale dhe në përputhje me ligjin. Përpjekjet e Rusisë dhe Serbisë për destabilizimin e rajonit duhet të kenë vëmendjen e plotë të faktorëve relevant ndërkombëtar, ka thënë Sveçla. Dëshmitari holandez Koen Herlal tha se për 16 vjet përvojë si eksperimenti kriminalistikës asnjëherë nuk ka dhënë dëshmi për mikropikat. Në pyetjet e avokatit të Isni Kilajt, Joe Holmes, se sa prej raporteve të tij kanë ofruar prova të pranueshme për gjykata, ky dëshmitar tha se nuk e di një gjë të tillë, veç se shtoi se nuk është ftuar asnjëherë që të jap dëshmi me gojë. Këto përgjigje ai dha para seancës private dhe pauzës prej 30 minutash. Është një përmbledhje e duhur kjo që sapo do të bëj. Në 24 herët që keni shkruar akt ekspertize për IKH-n, domethënë, në 16 vite përvojë, ju keni shkruar vetëm 24 akt ekspertiza dhe juve nuk keni pyetur ose nuk keni dhënë dëshmi për sa i takon mikropikave. Do të thënë, thjesht dua të di, a e ka kuptuar drejt, a është një përmbledhje e sakte e përvojës tuaj? Përgjigje po. Pyetje, do të thënë, ju nuk keni marrë asnjëherë në pyetje si dëshmitar në këtë çështje lidhur me mikropikat. Kështu apo jo? Përgjigje po. Pyetje, ekspertiza juaj për sa i takon modelet të mikropikave, nuk i është nështruar asnjëherë pyetjeve në përjashtim të ditës së djeshme dhe ditës së sotme. A është kështu dëshmitar? Përgjigje po, është e saktë. Peticionin kombëtar në mbështetje të shkretëve të ushtrisë çlimtare të Kosovës, që po gjykohen në Hag, ka mbledhur deri më tani mbi 20.000 nënshkrime në formë online, ndërsa numri i nënshkrimeve fizike ende nuk dihet. Ky peticion është organizuar nga organizata e veteranëve të luftës UÇK-s, të cilët po synojnë rreth 1 milion nënshkrime, të cilat më pas do t'i dërzohen gjykate speciale. Ne kemi hap edhe në formë online këtë peticion, po edhe në formë fizike, do të thotë në për të gjitha degët apo selit tona që i kemi në komunat tona, neve që i kemi dërguar ato fizikisht, do të thotë i kemi peticionin në formë fizike, po ashtu edhe në faqen tonë që kemi zyrtare, kemi plasuar aty këtë peticionin online. Online o dikun e se zgaboj mbi 20.000 dikun ka, ashtu afërsisht 20. Fizikisht nuk jena sakt, numër për shkak se është veç të ndodhë, është në proces edhe nuk kena marrë në informat se sa është numri. Por është një interesim tepër i madh i qytetarëve me nënshkru peticionin. Ministre e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila ka nënshkruar vendimin për caktimin të produkteve të naftës, pas rritjes së mënjashmeve të çmimeve të derivateve si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme. Ky vendim ishte i domosdoshëm për mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së drejtë e të ndershme në tregun vendor. Marzha tregtare maksimale lejuar e shitjes me shumicë deri në 2 eurocent për litër, ndërsa shitja me pakicë deri më 12 eurocent për litër. Inspektorët do të jenë në terren për të mbikëqyrur zbatimin e këtij vendimi, ka shkruar Kusari Lila në Facebook. Si pasaj, llogaritja e marzhës tregtare maksimale të lejuar për shitje me shumicë dhe pakicë bëhet sipas nenit 4, paragrafi 1.1 dhe 1.2 të udhëzimit administrativ për rregullimin e çmimeve të produkteve të naftës dhe karburantëve të ripërtritshme dhe masat e tjera mbrojtëse. Komisioni për Buxhet ka miratuar fushveprimin e tij me 9 vota për, pas një vot kundër apo abstenim. Megjithatë, anëtarët e komisionit nuk e mbështetën dhe propozimin e LDK-s, i cili do t'i obligonte ministrat të raportojnë drejt për drejt para këtij trupi parlamentar. Po ashtu në këtë mbledhje, deputetët e komisionit kanë miratuar planifikimin financiar të radiotelevizionit të Kosovës për 6 mujorin e parë të vitit 2026 me buxhet të parapar 4.480.000 euro nga buxheti i Kosovës. Do të pajtohesha 100% me kolegën nëse pika 7 do të thoshte shërtime raporteve vjetore të gjitha institucioneve, por nuk thot ashtu. E cek i veçon vetëm të institucioneve / organeve të pavarura. Pra është
ekskluzive, ka përjashtuar të tjerat dhe përfshin vetëm institucionet ose organet e pavarura. Kolegu, jemi të folë për fushë veprimtarin, edhe ndoshta e përfshin gjithë kjo që shqyrtimin e raporteve të gjitha institucioneve, mandej organeve të pavarura që raportojnë për vend. E mendoj që të plani i veprimit, të plani i komisionit mandej mund të degzohen edhe të tjeshtohen se cili institucion raporton para neve. Nuk besoj që ka nevojë të bën ndryshime për shkak se mund të na komplikoj pastaj punën dhe fushëmbëtarjen e këtij komisioni. Shikues të nderuar, pas këtij bloku të lajmeve tani është koha për bisedën në studio. Mirë se vini zoti Meri. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Alen çush pishe këto zhvillimet e fundit po duken dramatike, pa kandidat ende zyrtar që mund të jetë president ose kandidat për president, çush po ishe? Po tash kur ma pak se 48 orë drejt kohës ligjore për zgjedhjen e presidentit të ri, ende nuk kemi një emër për president, tashmë po shihet qartë që Albin Kurti nuk ka vullnet për ta zgjedh Vjosa Osmanin edhe një kandidat për presidente, e rrjedhimisht edhe po tenton që ta dërgoj vendin drejt zgjedhjeve të reja. Pse nuk ka deri tani ende kandidat zyrtar, themi? Gjithmonë është ditë përpara se kush do të jetë kandidat, themi, në X raste kemi pasur edhe jo, por në shumicën e rasteve është ditë se kush do të jetë kandidat. Tazëm kur është zgjedhë zoti Thaçi, pastaj edhe Vjosa Osmani kur është zgjedhë është ditë një muaj përpara, me që kanë garuar në zgjedhjet e 2021-s me Osmanin si kandidate për presidente. Pse kësaj radhe është po bëhet kaq fshehtë, qoftë nga Kurti, po edhe parti tjera që nuk po propozojnë kandidat. Ndonë se pa vetëvendosjen është vështirë të zgjidhet ose s'mund të zgjidhet presidenti. Realisht nuk është që po bëhet fshehtë, po lëvizja vetëvendosje nuk e ka një emër të dytë përveç tentimit që deshi ta bëjë me familjen Jashari, manipulimin me mbiemrin e familjes Jashari, mirë po ajo nuk zgjati shumë pasi që Murat Jashari shumë shpejt u deklarua dhe ja shujti këtë farë shpresën e vazhdimit një mashtrimi të cilin tentoi ta bënte zoti Kurti. Kështu që nuk po muhem shef, por nuk ka një emër dytë. Emri i dytë i tij sipas informacioneve që janë është Glauko Njusa, kështu që partitë opozitare nuk është që kanë emra dhe nuk është që kanë numrat për me propozu. PDK ka 25 deputet, 22 deputet, 15 i ka LDK-ja, kështu që asnjëra nuk kanë mundësi për me propozu. Në fakt të vetë me asë në nëshkrimet së në të jarim për ta bërë kandidat. Jo, pra asë në nëshkrimet së në arrimi bu, kemi pas që kemi dëgju prej eksponentëve të Partisë Demokratike që ata e kanë një emër i cili nuk ka ngjyra politike, e që sot u laku emri e Justina Pula Shirokës që realisht nuk është e pa ngjyrosur politikisht, sepse ka qenë edhe deputet, edhe ministr, edhe kryetare e grupit Partisë Demokratike të Kosovës. Ndonë se viteve të fundit nuk është pjesë aktive e politikës, themi. Por megjithatë ka qenë nëse thuhet për dikën që nuk ka ngjyrime politike, i bie që sjellët nga jashtë, që mos ketë veprimtari politike, mos ketë asnjëherë një parti subjekt politik. Sigurisht që është aktiviteti Jaga atë. Po, sakt. Ashtu po. Ashtu edhe mund të jetë edhe president konsensual, cilin do ta përkrashin gjitha subjektet politike. Mirë, po në këtë rast kemi të bëjmë një kandidate potenciale, edhe pse edhe zonja Pula e mohoj të jetë kontaktuar për këtë çështje. Po sigurisht edhe Hamza sot e mohoj, megjithatë u fol që mund të jetë si e propozuar. Por sigurisht se nuk ka ndodhur. Pa qenë ndoshta në një marrëveshje edhe nuk dëshirojnë ta thonë. Por a do të ishte më mirë që ta thënë në emër PDK-ja, ky është kandidati ju, ndonë ne me këtë kandidat dëshirojmë marrëveshje? Patjetër që po, ne nëpër studio kemi bërë presion të vazhdueshëm drejt Partisë Demokratike, minimalisht me tregu skenarin cilin ata do ta zhvillojnë ditën e zgjedhjeve presidentit, sepse nuk kemi pa nga më herët heshtje kaq të mëdha. Deri dje nëse nuk gaboj, zoti Hamza dul me një deklaratë që njerëz nuk po e kuptojnë sakt çysh po dën Partia Demokratike me pas skenarin ditën e zgjedhjeve presidentit, kështu që nëse nuk propozohet nga PDK-ja nuk do të marrin pjesë.
Pra kemi rreth 48 orë para zgjedhjet presidentit. Nuk janë, në fakt, të referojmë dhe, nuk janë 48 orë, se nesër është, do të thotë, 5. Afati fundit. Afati fundit. Sonde është afati fundit, këtë them deri, sepse... Deri në ora 12. Deri në ora 12. Nesër do të jetë, ose do të shpallën zgjedhjet, ose do ta kemi presidentin e ri? Jo, nuk do të shpallën zgjedhjet, sepse kur të fillon procesi i zgjedhjes presidentit, atëherë janë edhe 60 ditë kohë, cilën e jep Kushtetuta e Republikës Kosovës, do me thonë rana 60 dite, nëse arrin mu bo korumi, edhe mirë po nuk i siguron votat presidenti, atër janë edhe 60 ditë kohë, cilën partia e cila propozon mund të provoj që të zgjedhë presidentin. Do me thonë janë edhe 60 ditë kohë si pas Kushtetutës e Republikës Kosovës. Jo, detyrimisht nesër automatikisht shkojmë në zgjedhje. Megjithatë, sipas disa interpretimeve tjera, thuhet që vetëm nëse jep dërheqje presidenti aktuale pa i skadu mandati, atëherë hyn në fuqi ky neni i cili thotë janë 60 ditë tjera për të zgjedhur presidentin. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani? Enver Hasanin e ndëgjova mbrëmë dhe sharaj, sepse në vazhdimsi ju kom referu deklarime të tij në për arsye që ka qenë kryetari i gjykatës kushtetuese, është profesor shumë i nderuar, edhe përvoja e tij na e bën shumë më kredibil se sa. Po nëse si kanë tani, Arlind, si mund t'i kenë edhe 60 ditë tjera? Domethënë nëse s'kan mund të arrijnë një marrëveshje deri tani. Kjo është vetëm me humb kohë, sepse qëllimi i unë mendoj, qëllimi i zotit Kurti është më afru sa më shumë muajve të verës, sikur që e bërin zgjedhjet e dhjetorit, po 28 dhjetorin, kështu që qëllimi është aty, kështu që do ta vazhdoj sot këtë mundësi, sepse Kushtetuta tha do të më zgjedh 30 ditë para skadimit të mandatit president. Mirë, por ne nuk kemi, Kushtetuta nuk e sallën çka ndodh nëse nuk zgjedhet. Prandaj unë mendoj që fillimisht do të janë zgjedhjet brenda 45 dite dhe është që ky neni do thotë i cili hyn në funksion nëse jep dorëheqje presidentit. Sipas Enver Hasanit mbrëmë që ndëgjova, tha që do të më drejtu gjykatës kushtetuese prapë, sepse Kushtetuta nuk e qartëson se çka ndodh nëse nuk zgjedhet. Atëherë do të më drejtu edhe një herë gjykatës kushtetuese, kështu që këto precedente të cilat po i krijon zoti Kurti janë çuditshme, edhe sigurisht që nuk është qëllimi i mirë i tij për me konsolidu një pushtet. Pse s'ka qëllim mirë që për ta konsoliduar pushtetin kur i ka 51% Arlind tani, cila është arsyeja që ai ta bllokoj këtë? A dëshiron ta ketë gjitha institucionet më të larta të shtetit në dorë apo pse? Përveç që ka mendësi totalitare zoti Kurti, një situatë e breshtë politike e Kosovës i konvenon vetëm Serbisë. Unë druaj shumë që zoti Kurti me veprimet e tij nuk e di nëse e bën qëllimshëm apo pa vetdijen e tij, po me këto situata të cilat po i krijon në vazhdimsi po i shërben vetëm Serbisë dhe Aleksandar Vučićit. Situata të tilla edhe sigurisht që si një frikacak që është, ka frikë për ta udhëheq qeverinë e Kosovës për arsye që e presin vendime këtë gjatë randa në momentin që të konsolidohet gjitha institucionet. Mos harrojmë që e kemi marrëveshjen e Ohrit e cila po e pret në tavolinë, cilën e kanë nënshkruar vet. Pra edhe ka lobuqet të zbatohet, tani nëse do të friksoj pse do të lëbën të zbatohet. Ose të nënshkruaj nga pala serbe. Është më lehtë me nënshkru, po pastaj për me implementu do ta shohim si do ta implementojë zoti Kurti. Unë mendoj që e ka një dro edhe në këtë pikë, sepse nuk dëshiron ta marrë primatin e zbatimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, cilën edhe vetë ka nënshkruar. U përfol shumë edhe kandidati ose emri Hamdin Hotit, djali i veprimtarit të shquar të çështjes kombëtare, Ukshin Hoti, si kandidat i propozuar nga vetëvendosje për president. Çfarë mendimi keni për të? Edhe ai ka qenë ish deputet i PDK-s, pastaj mandatin e kaluar shkoi në qeveri. Në mirë, ka taku PDK-s me propozuar emrin Hamdin Hotit se sa lëvizje në vendosje. Po me gjithë respektin për veprimtarin e shquar Ukshin Hoti, familjen e tina, Andinin, gjithashtu është djallë me gjithat mirat, edhe pse tash e ka bu pak një farë lëvizje, edhe ju ka bashku
një subjektit për cilit ai ka pas frikë vetëm pa kohë më parë, i cili deklarante se unë kam frikë nga lëvizja vetëvendosje, po shqyqe gjonat për rrëshin kështu që po veke një moment që po të jeke frika edhe po u bashku me lëvizjen vetëvendosje, unë mendoj që nuk është një kandidat idejnë për president, pavarësisht unë kam qenë edhe kundër emërimit ose propozimit të dikujt nga familja Jashari për president, sepse familja Jashari është e gjithë Kosovës. Edhe Ukshin Hoti është personalitet i cili takon gjithë Kosovës, jo një subjekt politik. Kështu që ngjyrimet e familjeve si Jashari edhe Hoti me ngjyra politike nuk i bojnë nder familjes. Ato vetëm e dëmtojnë. Sepse pastaj të futesh një cikël që njerëz kanë me të kritiku, kanë me të shoka pak, e unë mendoj që në këtë rast familja Jashari edhe familja Andin Hoti dhe veprimtarëve tjerë nuk meritojnë më shoh. Ne kemi po Aleancën për Armërinë e Kosovës, epopeja e Dugaxhinit dallon shumë pak prej epopejës Suçekës, por që Zotja Radine ka pranu me him politikë edhe ka pranu edhe ato fardëpsit që sot njerëz të shojnë, e kritikojnë, shpesh i thojnë edhe bashkëpunëtori i Serbisë, ndonë se Zotja Radina e ka oborin e vetë plotëvore të ushtarëve të ushtrisë ligjore të Kosovës, po ka pranu me hi në politikë edhe ta është detyrimisht dushmi pranu edhe kritikat edhe sharët e ka njëherë edhe ofendimet e panevojshme. Sigurisht, po me gjithat, a mendon që do të mund të merrte vota edhe nga parti tjera Andin Hoti, sepse po më disa deklarime të azëm të Najt Azani, tha nëse partia rrin në soll, atëherë unë do e votoja Andin Hotin. Mendon që do të merrte edhe vota tjera? Të azëm edhe të AK-s? Nuk besoj, të AK-s nuk besoj që do t'i merrte votat. Qëre pa një marrëveshje nuk është dashme marr asnjë kandidat për jashtë këto, familjen Jashari, për cilën është deklaruar edhe Partia Demokratike që gjithë 22 votat e Partisë Demokratike do shkonin për një kandidat si Murat Jashari. Mirë, po unë mendoj që çdo kandidat tjetër që e ka kalu familjen Jashari nuk do të mi marrë votat e partive tjera pa një marrëveshje politike ose pa një kandidat konsensual i cili bashkon gjitha subjektet. Po s'mund të arrin marrëveshje kur PDK-ja Tazëm po i thot vetëvendosis po arrin marrëveshje nëse presidenti zgjidhet duke u propozuar nga PDK-ja. Po tash edhe lëvizja vetëvendosit do të më kuptuar që nuk ka mundësi me shtri këtë pushtetin totalitar, sepse nuk i ka votat e mjaftueshme. Sikur të kishte 81%, edhe mund ta zgjedhte këtë dëshiron ai për president. Mirë, po me qenë se nuk i ki, mos harrojmë që Hashim Thaçi ka zgjedhur president me 30%. Ka qenë me koalicione, sigurisht. Po patjetër që po, por në momentin që ti nuk i ki dëshme bo kompromis. Ne kemi pas një blokot në ngjashme sikur me vitin 2025. Cilën Zoti Thaçi ka të kalu mrena orëve, sepse do të më bëjë kompromis. Në momentin që ti nuk arrin ta konsolidosh vetë pushtetin, atëherë do të bëjë edhe kompromis me subjektet e tjera politike. Po qëllimi i kurtit është ta marrë gjithë pushtetin vetë dhe të sundoj me Kosovën, sepse ideologji, mendësia tina është mendësi totalitare. Pak a shumë si Hugo Chavezi, mendon me udhëheq këtë vend, kështu që nuk ka mundësi, nuk ja kanë dhënë më shumë, 51% i ka marrë. Që se ka marrë ku, asnjëherë s'ka. Asnjëherë s'ka, është numri më i madh që ka marrë. Një kandidaturë e cila ka shprehur gatishmërinë qysh para disa muajve për të vazhduar edhe një mandat Vjosa Osmani. Pse mendon që e eliminoi ose nuk po e kandidon dhe nuk po e bën presidente, sepse ndoshta me votat e LDK-s do të mund ta bënte. Ndonë se Vjosa Osmani për 5 vite ka qenë notere e Albin Kurtit, kohëve të fundit këto marrëdhënie janë zbe mes Zotit Kurti. Unë shpesh e quaj martesë pa dashuri, do më thonë martesat cilat lidhen pa dashuri, fatin e kanë të destinuar për të divorcu dikur. Kështu që edhe kjo martesë, edhe kjo marrëdhënie me Zotit Kurti edhe Vjosa Osmanit është ditë që një ditë do t'i vi fundi. Zoti Kurti sigurisht që po ka drojën... Sa thoni që ishte vish për interesa? Po, kam pas qëre mas shumë të Vjosa, sepse që të dë në karrierë janë ngri duke i shoh eksponente ushtrisë ligjore të Kosovës, kam ma konkretisht Zotin Thaçi. Dhe me thonë që të dë i kanë lidh urrejtja ndaj UÇK-s.
shto këtu faktin që këti grupi ju kanë bashkangjit një pjesë e diasporës, e aty diasporës për i Banhofave atje që nuk kanë logiku shumë që ka po ndodhë në këtë vend, po e kanë po vetëm se shpëtimtar, ata kanë di vetën si shpëtim i Kosovës, këti grupi gjithashtu ju kanë bashkangjit edhe jugo-nostalgjikët, sepse urrejtja ndaj UÇK-s i plotëson egot e jugo-nostalgjikëve. Ose ma mirë me thonë të bashkëve të shumë cilët alejën aktiv në për Kosovë, edhe që të gjithë janë grupu në një grup që, do me thonë, i ka përfatsu Albin Kurti edhe Vjosa Osmani. Për këtë arsye, këta janë bashkë. Por tash ka po, zëti Kurti, Albin Kurti e ka po që Vjosa Osmani ka pak një ngritje në arenën ndërkombëtare, edhe po ja ka frikën pak, edhe kështu që ka vendosur me eliminu politikisht. Ideja ti sigurisht është me eliminu edhe aleancën për armërinë e Kosovës. Po, thoni që mund të eliminojnë qoftë se nuk e bën presidenti edhe për një mandat? Realisht po, sepse nuk e di nëse ajo do të vazhdoj më karrierën e saj politike, do të formoj një grupacion të ri politik, sepse lista guxë tashmë janë edhe zyrtarisht kundër Vjosa Osmanit në marrë një mandat. Sidomos po flitet shumë që është Donika Gervalla. Po sakt, po. Në më thonë, ajo e cila, kjo mas mirë të dëshmën që ato që e thashune që jugo-nostalgjikët u të bashkët, ata që të kanë bashkëpunu me prokurorinë speciale që kanë që dokumenta barabar me prokurorinë e Serbisë, e që njona për ty në është Donika Gervalla, janë bashkë, ata nuk arrinë më shkput njoni me tjetërin. Kështu që lista guxar, nuk është e Vjosa Osmanit, është e lëvizjes vetë vendosja Albin Kurtit. Kështu që Vjosa nuk dini se do të themeloj një subjekt të ri, se i shkoj jeta të themelu subjekte. Po nështë edhe mund të kthehet në LDK? Duke po raportin e mirë me kryetarin aktual Lumir Abdiqiku, të cilin e pa me dhe një takim që kishte shumë të përthemi, ishte takimi për zemërt. Dhe a mund tjetë kjo si hakmarrje ndaj Kurtit, që nëse nuk e kandidon, nuk e bën edhe herë presidenti, atëre në zgjedhjet e ardhshme potenciale të shkojnë në LDK dhe të garaj atje? Edhe mund të ketë marrëdhënie mira me Lumir Abdiqikun, mirë po mos të harrojmë që strukturat e vjetra të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse Lumiri vën ka në LDK, ato janë do struktura cilat janë pak më të vjetra, cilat e kanë themelu Lidhjen Demokratike të Kosovës, e që janë ende brenda atë. E kemi, për shembull, Abdullah Hoti është deklaruar kundër edhe zgjedhjes për presidentin Vjosa Osmanit. E kemi shumë eksponent tjerë cilët janë kundër edhe kthimit të Vjosa Osmanit, sepse Vjosa Osmani është personi i cili ka shkatruar LDK-n. Personi i cili ka pru Lidhjen Demokratike të Kosovës në 12%. Tash i ka 13%, më shumë, po është personi i cili ka shkatruar Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kështu që nuk e di nëse ta rikuperoj. Nuk di nëse do ta pranonte LDK-ja. Për mua është absurde hapja e derës edhe një herë, sepse nëse ajo ka arrit një herë me dalë, me shkatru në momentin që ta ketë ofertën tjetër, do ta bëj prapë. Megjithatë, a mund të jetë ajo që në si me thonë, në këmbim të asaj bashkimit të gjitha copave të LDK-s? Nuk e ka Vjosa Osmani qëllimin e bashkimit të LDK-s. Vjosa Osmani është oportuniste. Ajo kërkon vetëm karrierë, ajo për karrierë, për oportunizmin e saj nuk e njeh kërkonesh, nuk e ka njoftë as neve na kujtojnë ato deklarimet e saj që nëse nuk është në LDK, më nuk është në politikë. Po që ato ecën nuk i mbajti ato fjalë. Kështu që Vjosa për karrierë, ajo s'kthehet kur për me bashku Lidhjen Demokratike. Ajo kthehet nëse i ofrohet më shumë se sa çka i ka ofruar Albin Kurti. Po çka do t'i ofrojë më shumë se sa presidenca? Ti ofroj pezom barse listës, sa se di që është e pash dikush që kish propozu më këthi Vjosa në LDK dhe më kanë barse listës për kandidatëve për deputeta? Po. Po mirë dhe, mund që jetë kandidatë për ajo është oportuniste, cila ka qenë dhe po. E LDK-s. Sepse e pom edhe LDK në cila është kundër zgjedhjeve, në fakt, edhe nuk është deklaru kundër Osmanit. Prandaj mund tjetë kjo që kjo afremi mund shumë i LDK-s me Osmanin që themi vin edhe nëse shkojmë zgjedhje, Osmanin ta mund ta marrim kënej, por edhe nëse bëhet që të propozohet nga vetëvendosja, atëherë ne e votojmë Osmanin. Po nuk arrin me i siguru votat korumin lëvizja vetëvendosje vetëm me Lidhjen Demokratike, sepse janë 3 deputet cilë dihet botërisht cilë nuk do të qëndrojnë solda, nuk e përkrojnë Vjosa Osmanin për deputete. Kështu që
jo rasisht Kurti tha që nuk mjaftojnë 80 vota, na dojnë 84-5, sepse nuk është i sigurt në gjitha votat e Lidhjes Demokratike, edhe zoti Kurti e di shumë mirë që nuk i ka këtë votat e Lidhjes Demokratike. Po, megjithatë, si e po mësot gjatë ditës dolën disa fotografi në një fushatë ndaj kundër Osmanit. E po një fotografi që bashkë me Trumpin që e këshin qitë, edhe bashkë fajtore në gjenocid e këshin shkruar. Pse mendon që tashmë kanë nisë këto fushat kundër Osmanit? Po kjo është e natyrshme brenda lëvizjes vetëvendosje, secili person që largohet prej kthetrave të Albin Kurtit, detyrimisht kam ju nënshtruar edhe kësaj fushatës linçuese, cilën e përdor lëvizja vetëvendosje ndaj secilit që largohet ose sulmon lëvizjen vetëvendosje. Sa do thoni që vetëvendosje dikush e ka bërë? Po sigurisht që po, jo, këto bëhen për lëvizje vetëvendosje. Cila është arsyeja që VV-ja ta bëj? Kur ka pas presidentet aleate deri tash. Po tash momentin që nuk i duhet, ata e sulmojnë edhe i fillojnë fushata linçuese edhe kjo është fillimi. Se me fushatat linçuese që do të përballet Vjosa Osmani, i do të jenë edhe më të mërshme se kjo. Kështu që kjo është veç fillimi, ne se po i harrojmë shumë shpejt deklaratat për shembull të deputetit lëvizjes vetëvendosje Florin Krasniqi, i cili përmend ato sobat me kompjutera, ku njerëz komentojnë për Facebooka. Hapen faqe, ka mu linçua, secili prej neve me adin jemi linçu prej lëvizjeve vetëvendosje për deklaratat që i folim. Po mirë, megjithatë zoti Osmani ende nuk ka dalë kundër vetëvendosjes diçka. Po ka dalë Albin Kurti kundër Vjosa Osmanit. Për çata kjo lën me nënkuptu. Kia mjafton thu? Po për kjo lën me nënkuptu që këto janë organizimet lëvizjeve vetëvendosje, sepse vetëm lëvizja vetëvendosje e din nga brenda pozicionin e Kurtit sakt ndaj Vjosa Osmanit. Kështu që këto janë organizimet lëvizjeve vetëvendosje, edhe do të vazhdojnë të tilla, neve na kujtohet kur kanë dalë grupi Dardan Mulliçajt, çfarë linçime e çfarë fyri janë drejtuar drejt tyre. Domethënë e njëjta gjë ka më ndodhur edhe me Vjosa Osmanin, kështu që kjo dash me ditë këtë farë pune që në momentin që stofen raport, sa herë ka pas stofje të raporteve mes Kurtit edhe Vjosa Osmanit, ka pas reagime të tilla. Mirë po tash që po shkputet kjo farë binomi, do të ketë linçime shumë më të rënda se sa kjo që po merr pjesë në gjenocid. Po, megjithatë siç po e shohim, po shkojmë drejt një pol zgjedhjeve. A mendon që Kurti është duke e zgjidh rrugën e zgjedhjeve, duke manovruar me këto, jo po e gjej kandidatin, jo s'po e gjej, sepse edhe para se të hynte në një mbledhje të grupit parlamentar që e kishte sot pasdite, tha që edhe unë jam kurioz me ditë se çfarë po ndodh, domethënë një farë forme bënte edhe hajgare se nuk e din as çfarë po ndodh. A po shkojmë drejt zgjedhjeve dhe a do të jenë zgjidhje? Realisht do të ishte mirë që të gjitha partitë opozitare të mos ja mundsojnë zgjedhjen e presidentit zotit Kurti, që rrjedhimisht do ta drejtonte vendin drejt zgjedhjeve të reja. Sigurisht që rikthimi edhe një herë i legitimitetit tek populli do duhet të ishte edhe kauza opozitës, sepse opozita për ata është. Nëse partitë opozitare mendojnë që 4 vitet e kaluara kanë qenë dëm për Kosovën, atëherë pse 4 vitet e ardhshme do të jenë sukses. Sepse nëse ti ja mundson zgjedhjen e presidentit, konsolidimin e pushtetit, kapjen e 100% institucioneve të Kosovës, ti po mendon që po qeveris mirë, edhe po ja jep edhe një mundësi tjetër që Albin Kurti ta ushqej atë egon e vet, edhe ta kap pushtetin 100% Kosovë. Megjithatë, kujna i konvenojnë? A i konvenojnë më shumë Albin Kurti zgjedhjet apo opozita, sepse në rregull, ne e dim që opozita çfarë ditë që konstituon kuvendi edhe qeveria votohet lyp zgjedhje. Domethënë është në natyrën e opozitës. Megjithatë, a i konvenojnë në çet situatë? Qëre, kur nëse subjektet opozitare ja mendojnë mirën Kosovës, atëherë duhet ta drejtojnë të kërkojnë zgjedhje, ta orientojnë vendin drejt zgjedhjeve të reja, qoftë edhe me kushtin që ato do ta prekin edhe pikën më të ulët tyre. Pra edhe nëse, sepse 4 vitet e kalume, ne kemi pa një opozitë
vazhdimisht na kanë thonë ne nuk po flasim sepse po e lojmë Albin Kurtin me gabu dhe kjo do të argëzoj vetveten. Për 4 vite kemi dëgjuar këtë frazë prej partive opozitare. Mirë, por ne pomë që Albin Kurti nuk argëzoj vetveten, po veç e konsolidoi pushtetin edhe më shumë. Edhe sot i ka 51%. Pra nuk dëshmelon të fatin e Kosovës në mshirën e Albin Kurtit. Duhet me dërgu vendin zgjedhje edhe me mjë të regu qëti popullit që një person i cili ka fitu 51% nuk është i aftë me zgjedh një president, nuk dëshiran me bo marrëveshje. Sepse zgjedhjet e kalume edhe gjatë gjithë mandatit 4 vjeçare kemi po që partitë opozitare nuk kanë arrit me përqu mesazhin e dur të qytetarët. Kjo ka mungu për që ata kemi këtë rezultat zgjedhor, sepse pikrisht ka qenë ajo që ne nuk po flasim sepse do të argëzoj ky vetveten. E nuk e ka argëzu vetveten, po e ka konsolidu pushtetin, i ka marrë 51%, shkelje mas shkelje, korrupsion masiv në për institucione, nuk kemi po partitë opozitare të kenë mbajtur një konferencë për media. Kanë qenë totalisht heshtur. Nuk e di nëse ju ka konvenu partive opozitare kjo avari në për institucione, apo kanë heshtur në mendimin që kë do të vazhdoj kështu me korrupsion edhe qytetarët do ta kuptojnë vetë. Qytetarët nuk e kuptojnë vetë sepse ne nuk jemi në institucione. Ne nuk i thirrim ministrat me na raportu para komisione, janë çata deputet që i thrasin. Edhe kur nuk e kemi pa një konferencë për media, të partive opozitare, qoftë bashkum, qoftë ndaras, që të na tregojnë se çka po ndodh me institucionet e këtij vendi. Pra kemi pas një heshtje totale të partive opozitare, kështu që kjo heshtje i ka kriju edhe komoditet Albin Kurtit për me vazhdu hajninë për ministri, skandal ma skandali, rezerva shtetërore, me rrim pëshijet që ka pëndodh, shtrejtime gjithandej, jeta e qytetarëve është vështërsu, por nuk është vështërsu jeta e politikanëve edhe të partive opozitare. Po me gjithat, kush do ta bart fajin pastaj, sepse do ta ketë dikush një fajin në qoftë se shkojmë sërish në zgjedhje, për shkak se nuk zgjedhet presidenti. Ju e dini që vitin e kaluar ishte për më shumë se 9 muaj i bllokuar derisa u shpallën zgjedhjet e reja me 28 dhjetor. Dhe këtu fitoi Lëvizja Vetëvendosje edhe për faktin se u lan fajtore, të themi kështu, opozita, PDK-ja, LDK-ja, ndonë se LDK-ja e psoj më së shumti. Kush do të jetë fajtore kësaj radhe pastaj? LDK-ja e psoj më së shumti pasi që ajo i kishte 2 ftesa nga Lëvizja Vetëvendosje edhe nga Albin Kurti për të ulë dhe të bisedu për koalicion. Refuzimi, pa pas një kauz, sepse mbi të gjitha do të kesh një kauz kur e refuzon me shku me taku Albin Kurtin. Refuzimi pa një kauz, pa i tregu qytetarëve pse ti nuk po do më shku unë me bisedu me të, ka sjell një rezultat të tillë. Sigurisht që dikush do ta barë fakturën edhe ty në zgjedhje, po fajtori kryesor është ai i cili ka pushtetin, i cili ka fitu 51%. Ne jem dëshmitar që partitë opozitare as në shkrimet nuk mund të sigurojnë për me propozu një kandidat. Po pikrisht, a mund të pësojnë edhe më shumë? Nuk besoj që pësojnë më shumë. Sepse a mund t'i kërkoj të themi Kurti tani ato 500.000 zemrat e shumë kërkuara qysh në 9 shkurt 2025-ës. Edhe t'i fitoj si që thotaj edhe 55-60%. Do t'i ketë pastaj edhe 80 vota pa problem. Unë mendoj që edhe PDK-ja edhe LDK-ja ma poshtë se kaq nuk shkojnë për arsye që kjo është baza elektorale e tyre. LDK-ja pikën ma tullt e ka pas shkputjes së Vjosa Osmanit, e që ka rënë 12%. Po ma poshtë se kaq nuk bjen. Për arsye që e ka një bazë elektorale, LDK-ja është partia më e vjetër në vend, është e konsoliduar një ashtu edhe Partia Demokratike e Kosovës, e ka një bazë elektorale, kështu që këtu janë çitonë, nuk kanë ku me shku ma poshtë. Ajo që duhet të dy subjektet politike është me të përçu një mesazh të qytetarët se pse po detyrohen me dalë edhe një herë me votu. Për arsye që një njeri i cili ka marrë 51% e që nuk ka ndodhur në historinë e Kosovës një subjekt politik të ketë një përqindje kaq të madhe të votave, nuk po arrin, nuk po ka vullnet të ulet të negociojë me partitë e tjera edhe ta bëjë një zgjidhje për president. Pra ka mungesë vullnetit të Albin Kurtit, jo të partive opozitare. Sepse që të dy partitë opozitare kanë shpreh vullnet, gjejeni një president konsensual dhe e votojmë.
edhe pse unë jam kundër mi ofru sepse Albin Kurti në asnjë variant nuk do ta gjejë një president i cili nuk i shërben atij. Kështu që Sa po thoni s'do ta gjej? Por nuk është në interesin e tij me gjetë një president i cili pastaj nuk do t'i bindej urdhrave të Kurtit. Sepse qëllimi i tij Pse do t'i bindet urdhrave të Kurtit kur secili ka, si më thon, funksionet e veta. Edhe Vjosa Osmani, ndoshta po themi kështu hipotetikisht, po t'ju kishte bind Zonja Osmani, ndoshta sot do ta kandidonte, apo domethënë apo është kjo që ndoshta s'ju ka bind edhe tash prandaj nuk po e kandidon. A mund të jetë edhe kjo? Jo, s'mund të jetë sepse Vjosa Osmani ka qenë totalisht në sinkron me Albin Kurtin edhe me qeverinë e Albin Kurtit. Atëherë pse se ka ditë, bro? Nëse ka qenë sinkron. Është frika e Albin Kurtit ndaj ngritjes në arenën ndërkombëtare të Vjosa Osmanit. Futja në bordin e paqes, pa miratimin e Albin Kurtit, pa e informua ato, takimet me presidentin Trump, takimet me presidentin e Francës Emmanuel Macron, me ngritja e saj në arenën ndërkombëtare po e shqetëson zotin Kurti. Sepse Vjosa Osmani në të ardhmen do të jetë adresa e ndërkombëtarëve për Kosovën. Nuk do ta ftojmë zotin Kurti askush, ne jemi dëshmitar se çfarë takime ka mbajtur zoti Kurti jashtë Kosovës. Nuk ka pas asnjë takim bilateral. Kanë shkuar në këtë rast edhe Osmani është barse politikës jashtme, tani kur ka të bëjë me politikën jashtme do të thirr sigurisht Osmani. Apo mendon që kemi edhe ministre të jashtme që kemi pas Dënika Shfarc, e cila u shku fotografu te telat e shtëpisë Bardh. Edhe u tarahen rrugëve të New Yorkut asaj në për kafe, se nuk e ka pas asnjë takim. Këto janë shpenzime kote që i janë kriju edhe janë pagu me pare të tyre shtetarëve, pa e bo asnjë punë. Kështu që me gjitha të Vjosa Osmani ka bo diçka. Ka lobu për heqjen e masave të Bashkimit Evropian, cili ka vendosur kundër Kosovës. Kosovës. Disa njohje pikërisht nga lobimi i saj. Po, kemi 2 ose 3 njohje kanë ardhur si lobimi i presidentës, kështu që kësaj i friksohet zoti Kurti. Ministria e Punëve të Jashtme për 4 vjet ka flajt. Edhe gabime, skandale. Skandal ma skandali, huqje me flamura, po përveç sajna terrorin që ja ka bërë Dënika Kërvalla dhe punëtorëve mbrana institucionit atë. Kjo është skandaloze. Arlind, për fund, a mendon që nuk janë duke e pas parasysh politika kosovare edhe zhvillimet gjeopolitike që po ndodhin në botë, konflikti në lindjet mesme atje, gjithandej, do thot, edhe këtu nuk kanë, si me thonë, gatishmëri për t'i konstituu institucionet dhe për qenë, si me thonë, të gatshme për secilin lloj situate. Që fokusi duke pas parasysh edhe deklaratat e zyrtarëve serd Vulinit Tazëm që tha duhet të veproj Serbia në Kosovë sipas asaj që veproj sipas Mossadit në Iran. Do thotë këta nuk po i shohin këtu. Ta do të pas një gjë parasysh që ne aktualisht nuk jemi fare në atë listën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për më marrë me neve. Edhe jo vetëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po gjithë partnerëve të koalicionit NATO-s, ne nuk jemi fare në listën e tyre, sepse ka probleme shumë të mëdha. E kemi një luftë që ka fillu, e cila po ka tendencë më zgjeru, edhe me kriju 2 bloqe. Kështu që këta po mendojnë që ka më ardhur dikush prej ambasadës amerikane dhe më thonë që do bën e president, ka kaluar ajo kohë. Sot nuk je fare në radarin e Trumpit as Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk kanë kohë më marë, përveç sigurisë. Dhe politika ko në Kosovë, s'është e vetëdijshme për këta? Jo, nuk është e vetëdijshme. Këta po mendojnë që Trumpi si të zgjohet me nxez, punën e parë që e menon, thotë çau bëu më me çat Kosovë atje. E që na nuk jemi fare në brengë e presidentit Trump as Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pavarësisht që ne sigurohemi prej NATO-s, dhe me thonë kufit e Kosovës ruhen prej NATO-s edhe qërqëruhen prej NATO-s, po nuk kanë ata kohë aktualisht më marrë me problemet e Kosovës. E që do të me pas parasysh që na do të me konsolidu institucionet vetë, edhe me ugra punëve vetë, edhe me vazhdu sepse jemi dëshmitar të një lëvizje shumë të shpejt të rrjedhave të geopolitikës. E ne do të më bashku dikon, do të me pa vetën ku po jesëm.
Ose po mbesim krejt jashtë. Ose po mbesim krejt jashtë po dhe, edhe pe presëm tani marë Rusia e kush mëne to. Na e kena një orientimin përëndimor, orientimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk guxojna me lëviz për tyne. Po nëse ti nges mbrapa, edhe nuk ke vullnet të shtetin tënë me shty për para, atëherë sigurisht që nuk i me qenë më as prioritetit tyne, as kanë më marë me ty fare. Po, Alend, unë të falenderoj shumë që ishe sonte në... Krasive edhe në falenderit ju. Shikus dëruar, ju falenderoj edhe juve që qëndruat me ne deri në këtë kohë, ne do të jemi sërish nesër, deri atëherë bashkë mirupafshim.